1, 2, 3, 4. Dhe unë që s'duken fare. Mirë se erdhe, përsëri një temu hol. Dhe si gjithmonë në këto video, unë vendos foto në artikullit përpara dhe më pas kur e hapim e krahasojmë nëse është vërtet ashtu siç duket në foto, sepse jo gjithmonë mbetem e kënaqur dhe uroj që me këtë të mbetem e kënaqur, sepse nuk ishte as pak e lirë. Është pa montuar. Në foto, dizenju e ishte shumë e bukur e kësaj karrikës, besoj se do të jetë dhe e rehatshme, por më e rëndësishme është që të jetë rezistente. Në krahasim me çmimet që qarkullojnë në Shqipëri, është shumë më e lirë, sepse karriket e kompjuterit ishin 2 fish më të shtrenjta. Do më kishte pëlqyer shumë të merrja atë karriken, po në këtë model, por në ngjyrë të bardhë, dhe me interiorin e shtëpisë do dukej patjetër më bukur. Por jam lodhur duke larë karrike. Mura këtë. Sa kam tjetër një. Sa materiali kam një. Ty ben se kjo do këtë qënë e montuar dhe e kanë çmontuar, sepse i ka të gjitha gropat e hapura. Ja ku janë edhe los rodillas. Po thuaj se tani u përfundua, është një krah që u vendos. Po ka e se Dhe një. tani kemi edhe tjetrin. Po. Kjo është pjesa e fundit. Dhe kjo është karrika pas montimit. Atë. Pos. Do të hapësh të këmbëve? Shapkat i ke vesh mbrapsh. Prit. Ashtu. Ja do mërë dhe. Kalojmë te pakoja numër 2. Tu kam një dhuratë. Kam me të vërtet shumë bezdi kur hap pakot. Ka një aromë që sinqerisht më zë. Hopa, dhe kjo është arsyeja përse mezi po i prisja këto pakot. Ky ishte shahu më i bukur në të gjithë temun. Djali im është i apasionuar pas shahut dhe nuk e keni idenë se sa lloje, se sa modele kemi në shtëpi dhe prap nuk jemi të kënaqur. Ky është momenti i vërtetës. Ta shohim a do të jetë kështu. Është goxha i rëndë dhe është i paketuar kaq mirë. Dallojnë shumë kur ti blen diçka të lirë dhe diçka disi më të shtrenjtë. Tani te temu nuk është se ka gjëra të shtrenjta. Por ky çmimi në krahasim me shumë fusha të tjera ishte goxha më i shtrenjtë, i paketuar deri në detaje që të vi në gjendjen perfekte. Pjesa e brëndshme, po, është e veshur me këtë materiali. Edhe është mat. Shiko këtë tani. 1, 2, 3. Është tërë. Janë me të vërtet shumë bukura. Ja ku montuan edhe këmbët, është me të vërtet spektakolar. Dhe ky kombinimi i gurve. Wow, është shumë i bukur. Ja ku është mikrofoni. Hera e dytë që marr mikrofon të tillë. Estel duke luajtur, ma hodhi në tokë edhe si duket pati ndonjë shkëputje dhe nuk punonte më, po janë me të vërtet shumë praktik dhe për ju që krijoni content edhe doni gjëra që janë me një buxhet minimal. Ky është super. Ndërsa këtu është ky kambaleci. I kam parë gjithmonë këto lloj kambalecësh dhe shiko se sa mirë i përshtat këmbët në varësi të ambientit ku ti je, por edhe për tu mbajtur në dorë. Ka një buton këtu, në momentin që e shtyp, kjo mund të hiqet e vën përsëri. Sot do ketë shumë gjëra të tilla, sepse kam marrë shumë aksesorë që do më ndihmojnë për të filmuar. Dhe të mendosh në krahasim me tripodët e tjerë profesional që kam, se sa shtrenjtë i kam marrë, edhe çmimet që i shesin faqet në Shqipëri, janë një çik të tepruara. Ndaj kam filluar të eksperimentoj me këto tek temu, dhe pas ka edhe këtë bështjellësen. Sa mirë, kur dua ta marr me vete, e fus këtu edhe e kam të sigurt. Kam valeci, në pamje është tamam siç duket në foto. Po tani, për sa i përket çmimit që thash më përpara, profesionalet kushtojnë shumë.
dallon diçka sepse profesionalet që unë blej zakonisht janë shumë të rënda, ndërsa kjo është shumë e lehtë. Kjo tregon se ka një material më të lehtë edhe më të lirë se sa produktet profesionale, prandaj ato kushtojnë aq shumë. Për një kambalec praktik nuk është keq. Pas ka këtë pjesën këtu që tregon nëse është në nivel apo jo. Kjo kishte disa aksesor. Ishte kjo që mban telefonin. Gjithmonë blej shpesh të tilla sepse këto më prishen shumë shpejt. Përdoret gjatë gjithë kohës, edhe konsumohen. Kishte këtë dritën që para disa kohësh te Konekta, këtë dritën e mora me ulje 15.000 lekë, që ka me bateri. Mua më ka shpëtuar kjo pjesë, nuk e pash që nga me bateri, mendova se ishte me karikim. Dhe përsëri një mikrofon tjetër. Ky është pak më i madh, ka 2 fisha. O, sa praktik, shiko sa mirë. Këtu vendoset mikrofoni. Kalojmë këtu tek aksesorët më të rëndësishëm për sa i përket filmimit, sepse pa dritë nuk e asgjë të rrezi. Edhe thon pastaj, po çaj kushton asaj se një video bëri, kur në fakt dritat janë ato që kushtojnë më shumë. Dhe ma besoni, vetëm një nga këto dritat anësore më ka kushtuar 300 euro dhe mendova bashkë me shoqen time fotografe të provojmë një herë këto këtë temu dhe të shohim çfarë cilësie, çfarë fortësie kanë, sepse u grim duke bler drita nga më të shtrenjtat dhe përsëri është e vështirë që të krijosh ndriçimin ideal në një video. Kjo dritë vjen e pajisur me aksesorët e vet, që është kambaleci, nuk që nga shumë e madhe. Me sa po shoh, më ka ardhur pak sa e shkëputur këtu. Për shtatse nuk ishte, edhe mora një që nuk kisha në shtëpi. Ka 3 lloje ndriçimi. Se këto dritat në fakt që përdor janë shumë të fuqishme edhe të verbojnë, por si një dritë ekonomike është okay. Edhe kjo po më pëlqen se e pas ka shumë të mirë. Kjo që era më e forta. Tani kalojmë tek modeli i dytë, me sa shoh që në kanë po njësoj. Kambalecin kjo e pas ka më ndryshe, e ka më të rëndë se sa kjo e para. Dhe ky është ndriçuesi i dytë, kam përshtypjen se ky do ketë më shumë dritë se sa i pari, por jam shumë e sigurt se sa do fuqi të ketë, nuk të lëm këto, që ta shohësh në një dhomë me errësirë, besoj të dukej më mirë. Hajde ta provoj. Kjo është më e fortë. Kjo nuk është fare keq. Kalojmë tek pakoja tjetër që përsëri është diçka që do të më ndihmojë shumë tek studio. Dhe siç e shikoni në foto, kam shumë dëshirë në fakt që të bëj make-up tutorial. Dua atë sfondin mbrapa sa më perfekt. Këto janë kapset, vjen me 4 të tilla. Rëndesa tregon se është rezistent. Mezi pres në fakt ta montoj edhe të marr atë letrën. Me sa po shikoj këtu, kjo nuk ka copë, është thjesht pjesa e kambalecit, por që do ta montoj dhe do t'ja u tregoj në një shorts. Më ka mbetur pakoja e fundit, edhe këtu janë 2 pajisje pastrimi. Po mendoja në fakt të bëj apo mos të bëj një video të tillë. Por, meqense ju i keni shumë qef dhe shpesh i kërkoni, Marina, bë më shumë video, na trego më shumë gjëra që vlen tek temu, edhe mendova ta bëj. U bën disa herë, po që kam marrë porosi dhe nuk kam bërë video të tilla të gjata, ju kam treguar vetëm tek shorca. Kam marrë diçka që do ta përdor për telefonin, është me magnet, që mua do të më mundsoj të shoh veten time për të filmuar me kamerën pas. Asnjëherë nuk e kam patur të lehtë të filmoj me kamerën pas, madje nuk e di se çka diçka që edhe vetja ime nuk më pëlqen, por do ta provoj me këtë. Edhe të shoh se si do dali, edhe të shoh se sa do ndikoj në fakt tek cilësia. Kjo është pjesa mbrapa që ka magnetin, këtu ka edhe butonat, edhe vjen vetëm me një fish, edhe këtë që është telekomanda, që mund ta komandosh nga larg. Në pamjet parë ka ardhur shumë rregull, as nuk është thyer, as nuk është
përplasur, nuk besoj se do ketë në një dëmtim, por gjithsesi nëse ka diçka, unë gjithmonë bëj ankesën dhe produktet nuk është se i kthej, me thënë drejtën, kur ka pas raste që më kanë ardhur të dëmtuar dhe nuk punonin, i kam hedhur poshtë dhe më kanë rimbursuar. Ktu duhet kenë pastruesen e xhamave, sepse kam një super vetrat zhull, sado me shkallë prap nuk e arrin. Eksperimentojmë me çmime kështu, pa na vrarë xhepin. Jam shumë kurioze se si do punoj. Pas ka një derë manuali, to duhet jenë në rezervë, ma merr mendje. Isha shumë skeptike, po pastaj tash hajt, okay, po e provoj. Se kam idenë se si mund të qëndroj ky në dritare. Wow, që t'liqme. Ja, ku është edhe telekomanda. Pas ka 100 gjëra, do parë me kujdes kjo, edhe do provuar. Pagoja e fundit, 100 mrokla. Fiksimi im është mere me këto. Kam shumë qef, pas ka disa koka. Besoj kjo do jetë koka kryesore. Është e rëndë, është shumë e vogël. Kjo pjesa poshtë është që mban ujin dhe është kauçuk, kabull, dhe këtu është zora bashkë me kokën. Dhe kemi shumë zhull për të pastruar me këto. Erdhëm në fund të kësaj videoje, si gjithmonë, një super përqafim të madh virtual. Do të shihemi me video të tjera.